Elnisa Golli ka dhënë mendimin e saj dhe ka treguar më shumë për rrugëtimin e mikut të saj Laert Vasili, i cili u shpall finalisti i dytë i edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Nuk mund të flas përpara kohe apo të hipotetizoj të gjithë këtë ndjenjën që kam për ta dashur si fitues. Mendoj që ai e meriton të jetë një fitues për shkak të durimit që ka pasur gjatë gjithë këtyre ditëve, për shkak dhe të mënyrës se si ka shprehur gjithçka në formën e tij. Jam për Laertin dhe e dija që ky djalë do të shfaqte më të mirën e tij me shumë dinjitet. E pyetur se si ka Laerti marrëdhëniet me njerëzit e tjerë brenda shtëpisë, ajo kishte këtë fjalim. Më pëlqeu ballafaqimi i tij me gjeste, megjithse situata ishte pak kaotike jashtë me përkthimet e çuditshme karshi fes, por ata më kanë pëlqyer shumë të dy, secili në mënyrën e tij. Falja e Laertit ishte karshi një keqkuptimi më shumë se sa një falje ku ai tregonte një përulje, karshi një termi që është shumë i bukur, por veprimi i shëmtuar i gjestit e detyroi që në një formë apo në një tjetër të keqkuptohej gjithë situata, ndodhi ajo që ndodhi. Për sa i përket donjuanizmit të Laertit, Elnisa kishte këtë fjalë. Laerti është shumë donjuan, por unë nuk e vura re shumë atje këtë anë. Laerti është sapioseksual, kam iden, deklaroi Elnisa. Duke qenë se ethet e finales kanë filluar sepse jemi drejt përfundimit të këtij edicioni, Elnisa përkrah Laertit dhe Rozanës shikoi këto dy personazhe. Do të isha kurioze të shija Gertën me Eglitakon. Do të dëshiroja të shije këtë dy shegocash. Unë mbahem si orakull ndonjëherë, deklaroi ajo. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.